Përshëndetje Dolçe. Përshëndetje. Dolçe, Po, vllai madh. si ndihesh sot pas situatës me Limin? Si ndihem sot? E zhgënjur nga një mashkull që mendoja që ishte ndryshe. U duke shpejt ajo që ndodhi, na e shpjego pak ti pse Limi heqi dorë. Nuk ka hequr dorë nga mos pëlqimi ndaj meje. Do thonë unë mund edhe ta pyesja në këto 3 ditët mbas partit që u fto. No. Unë vendin tim e di shumë mirë, nuk ka nevojë të ma shpjegoj Limi. E shoh distancimin edhe for me it's okay. Në qoftë se unë të afrohem sepse më pëlqen të kam shef edhe it's okay. Por jo të më bëj diçka për të më bërë keq mua. Mendon se ka ndjenja për Albën? Ndjenja... No. O distancua nga ty për Albën? Si ta thash para, o është distancuar nga mua për të bërë një lojë me Albën. A ishte ajo me ty lojë? Nuk mund ta definoj këtë gjë, se s'jam në mendjen e atij. Tani ai që ka pëlqim për mua, unë e di këtë dhe kush s'ka pëlqim për mua. Po, pse u dorëzove atëherë Dolçe? Sepse unë jam një femër që di vendin e saj dhe nuk i shkoj mbas as një mashkulli, as këtu brenda, as jashtë, dhe unë dua një burr afër që të më bëj për vete dhe ai të më vi mbrapa dhe të bëj për mua, jo unë për atë. Faleminderit dhe suksese në lojë. Faleminderit.